Gjatë këtyre ditëve janë zhvilluar disa takime në nivele grup seksionesh, ku janë trajtuar në mënyrë të hapur të gjitha problematikat, mangësitë dhe çështjet që kanë ndikuar negativisht gjatë zgjedhjeve lokale dhe parlamentare të viteve të fundit. Qëllimi i këtyre takimeve është nxjerrja e mësimeve të nevojshme, forcimi i strukturave të partisë dhe përmirësimi i funksionimit të saj në të gjitha nivelet. Partia Demokratike në Kukës ndonse ka dalë forcë fituese në nivele të qarku përballë një qeverisje që ajo e cilëson të mbështetur mbi krimin dhe blerjen e votës, e konsideron analizën e brendshme si një domosdoshmëri politike. Ky proces synon forcimin e demokracisë së brendshme, rritjen e unitetit, bashkimin e energjive dhe përgatitjen serioze të betejës së politike që çon në drejt fitores së plotë. Procesi i analizës do vijojë me takime të tjera sipas kalendarit të miratuar në funksion të ndërtimit të një partie demokratike më të fortë, më të bashkuar dhe më të gatshme për të përmbushur misionin e saj ndaj qytetarëve në shërbim të demokracisë, unitetit dhe fitores, thuhet në njoftimin zyrtar të delegatës së Partisë Demokratike Kukës.